Për Nikole. Nikola shkret ka në Gjermani gjithë jetën? Ta fik? Vlaj malë. Ta fik të... Ka lindur në Shkup dhe ka letë shumë në Indi. Përsërite. Cili është emri vërtet i Nën Terezës, fituese e çmimit Nobel për paqe. Emri i Nën Terezës është Gonxhe Bojaxhi, ka lindur në Shkup dhe ka jetuar shumë në Indi. Ka fituar dhe çmimin Nobel për paqe. Çfarë produkti ushqimor hidhet çiftit të sapomartuar për prosperitet? Çfarë produkti ushqimor i hidhet çiftit faktikisht në kohën e Enverit, ku kemi qenë hidhshin uriz, përzi me karamele dhe sheqer. Në atë kohë. I hidhet çiftit në të sapomartuar. Për nese. Kush shkroi Iliadën dhe Odisen e Omeri? Dy veprat më të mëdha të Greqisë. Sa vjet zgjat një mandat presidencial në Shqipëri? Mandati presidencial në Shqipëri zgjat 5 vjet. Cili është lumi më i gjatë në Shqipëri? Është lumi Drin, i cili fillon nga Ohri, derdhet edhe në Lezhë, edhe në Shkodër, një pjesë. Cila stiliste franceze shpiku fustanin e zi të shkurtër? Cila stiliste franceze shpiku fustanin e zi të shkurtër? Little Black Dress. Dhe parfumin e famshëm No 5. Franceze... Ta shisi mas fjallë, më tjetë Chanel. Që nga, nuk e kam parasysh to se këto. Së është më ka interesu për... Aq ngjyra ka Elberi, 7. Direktori sportiv i Milanit është shqiptari Iglitare. Në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? 2000... Tashi, ishte 2011... Prit, lutem mos ma hiq. Jo. 2000... Se i bje 2007, 2008... 15 vjetori që ishte... 2010. Luan aktualisht në Sunderland në Angli, kapiteni kombëtarës së Zvicrës me origjinë shqiptare, Granit Xhaka. Kush e ka shkruar poemen Lahuta Malcis, i madhi dhe i mrekullueshmi Gjergj Fishta? Sa shtete ka Shebaja? Ka 52. O 52, 54, po ta gjenë... 52 shtete. Cili shkencëtar me origjinë shqiptare fitoi çmimin Nobel në mjekësi në vitin 1998? Cili shqiptar me origjinë shqiptare? Kam frikë se mos është ai që shpiku atë të Viagrën, por nuk e di se ma me në emrin tash. Do është ai është pa harroj emrin. Cila markë luksoze franceze njihet për çantat Birkin dhe Kelly? Cila markë luksoze franceze njihet për çantat Birkin dhe Kelly? Mendoj që është Kelly.
kjo është kështu, nuk është se e di, po. Cili balerin shqiptar u bëj famshëm në Itali përmes programit televiziv Amici? Kledi Bahiti? Kledi... Bjermin. Kledi... Bjermi së më këtot. Cili planet njihet si planeti kuq? Planeti kuq është Saturni. Po. Cila këngëtare ka lindur në Prishtinë, ka fituar disa çmime Grammy dhe njihet për hitet New Rules dhe tash faktikisht janë 3 këngëtare të nga Prishtina. Nga Prishtina, se janë 3, po nga Prishtina është që jeton në Angli, bile kam qenë në kafen e të saj, pa harrova emrin, do të thonë nuk më kujtohet për moment, inshallah e kap shpejt. Rita Ora. Cila këngëtare, Rita Ora. Cila markë italiane ka e Meduzes? Cila markë italiane ka si logo kokën e Meduzës? Meduzën, ka mundësi tjetë Alfa Romeo makina? Që ka te gjarpin, sa vite ka një shekull? Po në madhë që një shekull ka 100 vite. Cili stilist spanjol njihet për këpucët me taban të kuq? Cili stilist spanjol njihet për këpucët me taban të kuq? Kush luan në rolin kryesor në filmin The Devil Wears Prada, frymëzuar nga moda? Edhe ai do të jetë, përderisa ka luajtur për modën, do të jetë artist, si thënë King, si themi neve, po. Kush luan rolin në kryesor në filmin The Devil Wears Prada, frymëzuar nga moda? Nuk e kam parasysh. Cila këngëtare në origjinë shqiptare ka shkruar këngën The Monster për Eminem dhe Rihanna? Cila këngëtare në origjinë shqiptare? The Monster për Eminem dhe Rihanna. Nuk e kam parasysh. Nuk e kish. Personazhi i parallave që veshi këpucë kristali. Po. Është Hirushja. Kush janë 2 vëllezërit shqiptarë që përballen me njëri tjetrin në Euro 2016 duke luajtur për kombëtarën e ndryshme Shqipëri dhe Zvicër? Janë vëllezërit Xhaka. Graniti dhe Nisë vëllezërit Xhaka, Graniti dhe Granit Xhaka i Zvicrës, Joni prap Xhaka, po emrin s'më kujtohet, inshallah. Në cilin kontinent ndodhet Egjipti? Normal në Afrikë. Bile afër në Mesdefis. Artistja e famshme amerikane që interpretoi këngën Diamondos are a girl's best friend. Duke ikone stilit. Për ikonë stilit, përveç se Marilyn Monroe, mendoj që ajo është për mu. Themun, për nga stili dhe për atë. Piktura e famshme e Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Cili filmi vitit 2023 shkaktoi një trend global të modës me ngjyrë roz? Nuk porcion morë me to ngjyrat roz. Kush është mbretëresha e Egjiptit të lashtë e famshme për Romën? Atëherë. Kush është mbretëresha e
Egjiptit të lashtë e famshme për Roman, prit që e kam parasysh. Që na futët. Nuk kujtohet. Nuk më kujtohet. Cila ditë e vitit njihet si dita e gënjeshtrave? Normal që është dita e Rogertit 1 prilli. Mashtrus bile. Cili sport njihet ndryshe si tenisi i tavolinës? Ping-pong. Perimja që bën njerëzit të qajnë kur e presin quhet qepa dhe brikena. Njësia monetare zyrtare, poundi. Pound i anglisë. Pra, njësia monetare, moneda zyrtare e anglisë është poundi. Kush është autori i romanit Gjenerali i ushtrisë vdekur? Është Ismail Kadare. Kombëtare shqiptare e futbollit kualifikohet për herë të parë në 2016, në cilin kampionat evropian, 2016. Në vitin 2025 u shpall zyrtarisht pasuri e trashëgimisë kulturore jo materiale listës UNESCO, cili instrument muzikor që përdor në veri të Shqipërisë quhet lahuta. Sa shenjës kopi ka? 12. Cili vend njihet për shpikjen e picës? Italia e jugut. Cila kafsh njihet si mbret i xhunglës? Normal, Luani. Cili është kryeqyteti i Japonisë? Tokyo. Çfarë do të thotë shkurtesa AI në anglisht? AI në anglisht në teknologji është inteligjenca artificiale. Cili është mali më i lartë i Shqipërisë? Është Korabi, 2746 metra. Atë 46 nuk e di mirë, po diku aty. Eposi shqiptar njihet si eposi i... Eposi... Atëherë, eposi shqiptar njihet si eposi i... Eposi shqiptar njihet si eposi i... Cili shtet ka fituar më shumë kupa bote të futbollit? Atëherë është lidhet midis Brazilit dhe Gjermanisë, mendoj se është Brazili. Një herë në sa vjet bëhen zgjedhjet në Parlamentin e Shqipërisë? Vallai, me rregull dhe me kushtetut është një herë në 4 vjet, po këtu i bëjnë edhe për vit, herë në 2 vjet. Kur ti teket këtyre? Po herë në 4 vjet është rregulli. Në cilin qytet ndodhet Muzeu i Luvrit? Në cilin qytet ndodhet në Muzeu i Luvrit? Luvri. Sa ngjyra ka flamuri gjermanisë? 3 ngjyra. Verdh, zi dhe të kuq. Dhe janë horizontale. Cila gjutiste nga Kosova fitoi medalën e parë Majlinda Kelmendi? Sa lojtar ka një ekip volejbolli në fushë? Volejbolli 5? Prit, 5. Mos mërë, jo 5. 6 e humbat.